Shqipe! Populli mbi pushtetin! Toka nuk shitet! Shqipëria për shqiptare! Populli mbi pushtetin! Toka nuk shitet! Shqipëria për shqiptare! Pikën durimi, pikën renave, pikën blokimi. Bolkemo, mos shope, mos shope, mos shope. Nuk bon me shue pe, se u lodhem tu i thon le, hajt nesër, hajt mas nesër. Jo që po tutna, por po t'lutna. U bol Bolkemo, Bolkemo, check it out, check it out. Shtet për kejt, shtet për kejt. Jo ma rena, jo ma frena. Qitja pikën, qitja pikën. Qelet mikën, qelet mirën. Qitja pikën! Shqipe! Populli mbi pushtetin! Toka nuk shitet! Shqipëria për shqiptare! Populli mbi pushtetin! Toka nuk shitet! Shqipëria për shqiptare! Pikën durimi, pikën renave, pikën blokimi. Bolkemo, mos shope, mos shope, mos shope. Nuk bon me shue pe, se u lodhem tu i thon le, hajt nesër, hajt mas nesër. Jo që po tutna, por po t'lutna. U bol Bolkemo, check it out, check it out.
Mbrëma shqiptar! Sot mën 57 dit protest, 57 dit rezistent, 57 dit të bashkuar për një qëllim, 57 dit të bashkuar për dorëheqjen e Tiranës. Në fillim të kësaj proteste, i rikujtojmë dhe një herë qëllimin kryesor. Dorëheqje! 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 Përveç se dorëheqje, ju rikujtojmë parlamentarëve tanë që nuk në përfaqësoni! Nuk në përfaqësoni! Nuk në përfaqësoni! Nuk në përfaqësoni! Nuk na përfaqësoni! Nuk na përfaqësoni! Nuk na përfaqësoni! 57 ditë dhe ditët kalojnë, ndërsa qeveritarët presin që protesta jonë të venitet, duket se energjia e protestuesve vetëm rritet. Para 57 ditëve, kjo që po ndodh sot, kjo që ka ndodhur për gjatë 57 ditëve me radhë, duke e pa besueshme. Por për 57 ditë me radhë, jemi kthyer në makthin e Tiranës. E Tirana priste shëmenisjen e verës me ngritjen e temperaturave. Kjo protest do të binte, por fatkeqësisht për të, kjo është vera e vetmisë së madhe për e Tiranën dhe duket që ai nuk do e mbyll këtë verë si kryeministër, sepse këtë verë revolucioni i flamingove do erësojë Tiranën dhe qeverinë e tij. Dorëheqje! 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 57 ditë rezistencë për të bërë të mundur atë që ky kryeministër nuk e bëri për 13 vjet, sepse është i papes. Në 2013 i dhanë besën, por në vend se ai ta lidhte besën me qytetarët, ai e lidhi besën me oligarkët, ai e lidhi besën me krimin organizuar për të vjedhur zgjedhjet dhe për të qëndruar në krye të kryeministrisë, për të sunduar shqiptarët dhe jo për të qeverisur vendin. Kështu që ne i kërkojmë dorëheqje! 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 I dua njerëzit e kësaj toke. I dua njerëzit e kësaj toke. I dua të gjithë njerëzit e kësaj toke. Sidomos gratë dhe fëmijët shtresat e fëmbrojtë. Jemi birë nënës dhe ne me shkuj duhet të kryesojmë që në fillim, jemi në balë të protestit dhe të bëhem unë dëshmori pari demokracisë së dytë. Kam një smundje që nuk ka frikë nga vdekja. Kam 4 fëmijë si yje. Në qofë se u intereson dhe më lejoni, do flasë si gjatë, edhe i kuptushëm, do kap disa probleme. Do kap jetën time, do mësoj dhe brezini, do kap pak
edhe do përqendroj të spakuet Amerika. Jini dakord apo jo? Ju faleminderit. Dua shumë fëmijë. I dua shumë fëmijë. Pra i dua fëmijët dhe gratë, se është fare njerëzimit, fare babaj. I bej thirrje spakut, se kam edhe kushri, nuk e fshet. E kam kushri djalë tepër i zgjuar, Të mos tregohet frikacak se është arrat strimi, qyshin ati ka luftuar në kokojnë ka të frashërit, me Grekun dhe vajtën të vlezër dhe jeri koka vëllaj tjetër para nanës. Është arrat strimi, të mos shikoj paran, të shikoj drejtësin, e dua shumë ploti. Edhe kriminellet do kemë mëshirë, se çdo njeri ka vlera do t'ja falin qoftë se ka bërë në një gabim, se njeriu është i gabueshëm. Dhe të mos ruhe se buroja ti janë trimat që kryesoj dhe me sa fort s'ka mu do t'a broj unë. Tja bel qyshin si qyshin komunist dhe t'a filloj që këtu, ku jo edhe 17 pikët një kone ke 17 në emër të Shqipërisë, pa përqendruar, pa, në gejnë, këtu fillon, unë s'jam, unë jam psikolog, nuk jam ushtarak, apo prokuror së nga këqyër asë njerë, punë e vështirë, o t'a bej, o t'a fat, o t'a flak t'i vullën. Nuk po flasë për jetën time se po luftoj për vdekje kanë 4 fëmijë si hyje, me 3 gratë të martuara nga halli, se ma prish jetën komunizmi, gra, duajni t'jem shqiptar, mos kërkoni helikopter, burri mire, bëthët burri t'i dhemine. Desha të them dhe një gjë për Amerikën. Vetëm një vlerë ka Amerika për mua, që ekzistojnë si kom, të nga dërgojnë diplomat djallë me gjak shqiptari që në koha e George Washingtoni. Jo të nga dërgojnë, vinë bashkë e ikin plot, nga kërë e gjenë, nga kërë psikopati vindu. Ti e shef kokë në jenë me gjyra, bajnë e kanë mjekët që si unë diagnosën e duhur. Ky në kurin që lindi, në kurin që ri, dhe prapë nuk mëson. Ky e sadist, shkaton dhimje, stresave sociale, pa të plasë me dy fjallë, motra ime ka 2 fëmijë me aftësit të kufizuar. Më dhimë se, nuk di të veprojnë prindri, nuk jam profesionist, kur të da bej me këtë shtetë social për fëmijët me aftësit kufizuar, apo të fituar gjatë jetës. I them se jam njeris të vdekjen e ti, ja dha Zoti. Kush e don nga njerëzit e ti, ta mbroj, ta heqi, se po e përfshiu që turma nuk më menaxhon edhe 10.000 policë. Mlevi qytetarëve është i madh, sepse padrejtësia është e madhe, është shumë emocionuese që të shohim këtu në mesin tonë dhe njerëz që janë të sëmur dhe vinë këtu me vigon në dorë për të shprehur revoltën e tyre. Është shumë frymëzuese, është një arsye më shumë që ne duhet rezistojmë dhe nuk duhet largohemi pa e larguar këtë qeveri, pa e larguar këtë kryeministër korruptuar dhe pa e larguar këtë
klasë politike të inkriminuar. Dorëheqje! Përshëndetje të gjithë. E di që ky është bërë tashmë sheshi i hallëve. Unë doja të përmend që para 2 ore, ndërkohë që po DJ pylli sodës në Zvërnec, kryeministri doli përsëri në rrjetet e tij sociale. Po këtë herë nuk foli për pyllin e sodës që po DJ, por po fliste përsëri për korbat, flamingot që ishin këtu para kryeministrisë. Jo, tu, ne nuk kemi korbat, jo. Korbat jeni ju, që jeni mbyllur brenda kryeministrisë. Ne jemi shqiptarët që kemi dalë për taksat tona, sepse ne paguajmë taksa dhe nuk marrim shërbime. Ne nuk kemi shërbime në shëndetësi, nuk marrim cilësi në arsim, nuk marrim shërbime në transportin publik. Dhe më keq akoma, nisën me ndarjen e re territoriale, si ajo ndarja e 2014-ës. Reforma e re territoriale ndikon drejt për drejt në përkeqësimin e shërbimeve për qytetarët dhe në centralizimin e pushtetit lokal. Zhdukja e bashkive të Konispolit dhe Delvinës është një atentat ndaj historisë të vendit. Përse Konispoli? Si mund të fshihet apo të harohet historia e Çomërisë? Përse Delvina? Si mund të harohet qyteti i kryeministrit Sulejman Bej Delvina, një prej figurave më të rëndësishme të shtetformimit shqiptar? Apo mbron shteti shqiptar interesat e qytetarëve të tij? Apo është dorëzuar përballë agjendave të caktuara? A është kjo një Shqipëri sovrane? Jo, nuk është. Qeveria nuk po ndjek interesat e popullit, por po ndjek interesat personale. Pushteti absolut e ka bërë arrogante, të shkëputur nga qytetarët dhe të paaftë për të dëgjuar zërin e tyre. Ajo nuk sheh dhe nuk dëgjon protestuesit që çdo ditë mbushin sheshin për të shprehur pakënaqësitë e tyre. Bolle shitet Shqipëri, mjafti zbaritet shqiptarët. Hiqni duart nga Konispoli, Delvina dhe e gjithë Shqipëria. Historia, identiteti dhe kujtesa e Çomërisë nuk mund të fshihen por interesa politike. Po ashtu nuk mund të zbehet roli historik i Delvinës në shtetformimin dhe kontributin shqiptar. Populli ka të drejtë të kërkojë llogari nga qeveria dhe të mbrojë me mjete paqësore dhe demokratike interesin kombëtar. Shqipëria u përket shqiptarëve. Faleminderit. Mi mbrëma të dashur qytetarë shqiptar, ju këtu dhe kudo që jeni, ne nuk do t'i ndalemi kësaj kauze, për aq kohë sa këta të kuptojnë që kjo nuk është thjesht një protest e qytetarëve apo e një populli hynor, siç është Shqipëria dhe shqiptarët. Por ky është një proces historik dhe do të rrim këtu derisa ata të kthejnë pasurinë publike në duart e këtij populli dhe jo në duart e patvetave. E dini që të thot të prodhosh kron në Buqis dhe ti është më i varfër se kushdo. E dini se do të thot të prodhosh naft dhe mos kesh rafineri, por ta qosh atë në ankon një rrugë detare, një rrugë rrok pundori, një rrugë tjetër detare dhe ta marrësh më shtrenjtë si Anglia dhe se Franca. E dini që thot që prodhosh bakrin, ti marrësh përqindjen e arit dhe kush e merr, do thoni ju. Ky dhe vetëm ky i pangopur, i paskuput, më gjeni një fjalë në fjalorin shqiptar
në ato që kanë kuptim negativ dhe ky mos ta meritoj. Më gjeni një fjalë pozitive në fjalorin shqiptar dhe ky ta meritoj. Por, bashkë me te, i cili nuk është vetëm, është bashkë me atë klasë politike shqiptare që për 36 vjetë vendosën në mënyrë të gabuar duke shitur aq sa. Në kushtetutën e ndryshuar të 2008-ës, mbani mend, këta kanë vënë që kufit shtretor të Shqipërisë mund të tjetërsohen. Dhe një muaj më vonë, këta kanë hequr hapësirën detare territoriale nga Karaburuni Putrin në mënyrë që të jetojë shteti krejt. E mendoni burg shpaki, por një gjyq Norenbergu, këta do ta meritojnë dhe ky popull do t'ja bëj ku një qeveria politike që do vi. Ne do vendosim 12 shtylla të një shteti, që do thotë, toka shqiptare nuk shqitet, zona mbrojtur nuk jepet, nuk i ndryshojnë kufit, zona publike nuk preket, toka bujqësore ku 100.000 hektar i është dhënë zionistëve, nuk ka për të dhënë kur, për drita ka protestues me zemër, me mendje, me ndërgjegje. Prandaj, i bëjthirje që profesori shqiptar të leri më njëndoj një mëni. Prandaj dhe kënga Akilit fillon me mënie e Akil Peliadit, kur ne duhet të shohim njëri tjetrin sy më sy, dashuri më dashuri, dhe i bëjthirje radhë parë, moshës time 7 vjeçare, që të mbrojmë kauzën të rinjtë, të jemi në vit të parë të frontit, siç bëri lufta e Vlorës në 1920. Prandaj, i bëjthirje të rinjve, mos të rinjë klubeve, po të rinjë pranë orës së madhe që ka nevoj atë dheu, sepse ka një pyetje, në mos sot, kur, në mos për të çështje, për çfarë. Prandaj, o i ri, o i re, o plak, që të gjithë kemi nevojë për njëri tjetrin, ne, mosha jonë, për energjinë të rive, për provojën e 45 vjeçare, por aman, as ne nuk bëjmë dot pa ju, po as ju të ri nuk bëjmë dot pa provojën e 70 vjeçare. Prandaj, të gjithë bashkë, dhe mbani mend, vetëm një porosi, që është porosia e fundit e Gjergj Kasiodit të Skënderbeut. Vetë që vetë, bëjmë hiq dhe bashkë bëjmë hiq. Ramambur Berishambur, Ramambur Berishambur, Ramambur Berishambur, Ramambur Berishambur, Ramambur Berishambur. Që është këtu në Zgadhën për të përnës një sistem përgjës si ka hrit të poplit, që e ka marrë prej rrugësh që prej kohësh, që nga 19 e deri në sot. Dhe falenderoj rinin shqiptare nga ta që djenë të zgjinën këtu në këtë vend për të pa këtë popull e këtë rini dhe për të mbrojtur vendin e tyre nga këtë pështërsi që i ka hip vendit. Dhe prandaj, ju falenderoj që gjithve, është kjo kriminalizim dhe të roj Shqipëria i lirë, roj populli shqiptar, roj rinia shqiptare. Gjithmonë rinia shqiptare leve fuqishme e këtij vendi, roj rinia shqiptare. Dhe s'kom për të pa nësi diçka, ju faleminderit që gjithve. Faleminderit. Dorëheqë! Kam një thirrje për drejtorin e përgjithshëm policisë.
të cilët i thamë, jena të gjithë nana, motra, vlezër, të gjithë në aty. Të lutem, mra qytetarët, mos mra pushtetarët. Ata si jonë aty i këna pru na. Nga ne kanë ardhë aty. Na të aty hekun për aty të pjesë e Zotit do t'i grehë në zvarë një ka një. Të i molli të e i vogli. Nuk e kanë shliru, nuk e falë në kërkush, ashtë prone jona. Nuk ashtë prone kur një partijet e kur një pushtetarit. Zoti bekov Shqipërinë e Shqiptarët, pa këta tralltarë. Zoti ju rujt, Zoti ju rujt. Të nderuar nëna baballar, vlezër dhe motra, të rinj të mrekullueshëm, ne para disa ditësh u ndodhem para një represioni të tipit serb. Për para nesh, aty para parlamentit, ishin qetnikët serb, nuk ishin policë shqiptar. Në hodhën hen, o familjar të këtyre policëve, a do ushqeheni me lekët e helmit që hodhën mbi fëmijët, a do ushqeheni mbi gjakun që derdhën të rinjt aty në shet, a do ushqeheni mbi acidin, se nuk ishte uj me Sprite apo me piper, nuk di që atë them, sepse mund ka djek 3 ditë dhe akoma më djek edhe sot. A do ushqeni me këtë hen që më hodhën? A do ushqeni? A nuk vjet turp o familjar? O fmi? A nuk vjet turp të uleni për ka fëmijëve tanë në tavolinat në shkollë, kur një prind është i helmuar, i prindi shokër dhe tuaj që uleni në auditore bashkë me ta. Këta nuk janë, sepse ne jemi shumë të dhimbshëm, edhe shumë e keqe që kjo. Sepse i matë më thoshte se unë jam i persekutuar. Edhe thoshte që Zoti ka thënë, fali Zot se s'din çka bajnë. Këta din çfarë bajnë, këta din vetëm të vrasin. Ta din vetëm të vrasin që vitin 1921 që kanë krijuar Partinë Komuniste, Partinë e krimit, Partinë e vrasjes, Partinë e arbitësisë. Vlezër motra, të rinj që rrini në për lokale, është turp që rrini në kafene, si ndjeni mirë ju, kur ju dhunohen të afërmit tuaj. Si ndjen mirë këta policë që dhunohen pushinjtë e tyre. Unë mendoj dhe i kërkoj spakut, sepse në ditën që kemi qenë para parlamentit, ne ligjërisht na është heq liria. Para parlamentit është hapësirë publike. Se unë kam punuar dhe policë. Objekti i rëndësisë veçantë është vetëm territori i rrethuar dhe jo ato parmakët e gardhet e dhive që vendosin ta atje. Nuk mundet të na marrë peng njeri në trotuare. Nuk mundet kush të na marrë peng në rrugë. Pra ata, nëse spaku nuk vepron, sepse ata kanë qenë thyrjet ligjit dhe duhet kishim sot e pror, edhe policë që kanë ushtruar dhunë në hapësirat publike. Është hapësirë publike. Ky maskaraj këtu ka prish garde, ka prish tenda në për lokale, duke thënë se do hapësirat e zanura. Hapësirat e zanura i marrë gjyle gjenë këtu. Prandaj, o popull, ajo është hapësira jonë e policëve. Nëse policë në dalin para, janë armiq, janë qetnik sërb, nuk janë shqiptar, dhe ne do reagojmë si armiq tanë. Ndoshta ndonjanit nuk i pëlqen, sepse po duken me gjuhë të ashpër, por hapësirat publike nuk na i rrëmben njeri, liri nuk na i rrëmben njeri. O Edi Rama, Taulant Balla, Guido,
e sa bilbina e bido katje. Or ju të resim sfarë për në deshit tonin e s'ka polici që ju mbrot. Edhe një thire kam kajtuar diplomatëve të vendeve partnere. Zotrit e diplomat, nëse heshni jeni bashkëfajtor. Nëse na konsideroni partner, partneritetin e keni këtu të shet, jo në syra. Partneriteti është këtu. Nëse kërkoni ndër syra, atëherë bje vasalitet, jo partneritet. Ju falënderit, më falni për kohën që u morë. Dorheqe, 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 dorheqe. Si që është joftuar në media, nesër kanë thirrur një seancë kuvendi, kështu që nesër në orën 8:30 në mëngjes mblidhemi te sheshi Skënderbej, që më pas të marshojmë drejt parlamentit për t'i treguar këtij parlamenti që nuk na përfaqëson. Nesër 8:30 tek sheshi Skënderbej jemi përsëri aty dhe policia të pritet jetë aty. I bëjmë thirrje paraprake. Ne si çdo herë do vim në mënyrë paqësore, mos u bëni instrument i kryeministri dhe i kësaj qeverie të korruptuar. Historia e Shqipërisë, por ndoshta edhe më gjerë, kanë treguar se pushteti nuk bëhet me dhunë. Jam i ri, por e kam parë se edhe në 97-ën, kur provuan ta instrumentalizojnë policinë për t'i përçarë shqiptarët në veri dhe jug, për të mbajtur pushtetin e tyre, dështuan. Do të dështoj dhe këtë herë. I bëj thirrje policëve që të reflektojnë. I bëj thirrje kuponës së policisë edhe njërë të mos instrumentalizohet, se ne jemi këtu dhe për ata, ne jemi këtu për një Shqipëri më të mirë edhe për fëmijët tuaj. Dorheqe! 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 O popli me i bukur po. Më falni se kam emocione, se shoh syqi si kam parë korpo. Po ka sinqeritet ku o s'ka kërkuar. Unë du t'ju falenderoj gjithve pse s'kam qenë që nga dita parë. Tu kam marrë disa ditë, po nuk e di. Nuk di t'ju them, aq të mirë jeni, aq të bukur jeni, aq sinqert jeni, sa që mua ato që m'njohin e din mirë që unë s'kam as interes me po lajka. Desha me i thonë Osman Stafës, isha e ditë në uniforme, desha me e puth, du ta puth sot. Edhe Artan Goxhajt, edhe ati qunit tjetër në një kërërsi ka i simpasi. Po, asë. U ju falenderoj të gjithve, kyna ka thy besimin në dhe. Dhe besimi për shqiptarët është gjoja më e shenjtë që kam. E besum para x vitesh se menum se shpëtum në Saliu. Kyna e shketi besimin në kom. A ka gjohë më të shtrejt për këtë popull se besimin? Profesor, të falenderoj se më ki inspiru me ju këto. Dritan Goxhaj, të falenderoj se më ki inspiru me ju këto. Nuk ka gjohë më të shenjtë se me ju këto. Dhe unë që po ju këtu, po ju kalëzoj që jam punë shtetit. Nesër jam të riparë.
edhe ka 920 lek rogën. Nuk ka aq gangstera sa ju piktu si unë. Profesor, të falenderoj. Motra dhe vlezër, ju përgëzoj për qëndresën e jashtëzakonshme në historinë e Shqipërisë. Zoti kryeministër ka bojë thirrje që don besën tonë. Besa është i fjalë që garancinë e ka ke morali. Edhe zoti kryeministër desha me pyet pak. Si mund ta japim besën zoti kryeministër kur ti merr pastrus në Greqi, me gjithë respektin që kena për pastrus, i bën oligark, i bën zëvendës kryeministër hajdut që i kapi mes ditës duke vjedh dhe si fut burg. Si mund t'japin besën ty zoti kryeministër kur Erion Braçe 4 vjet na prek na bën me qa me fermert edhe gati na bind që është burri mirë dhe ditë e votimeve dele vjedh me kamera. Si mund t'a japin besën zoti kryeministër kur biznesmenat rëmbejnë mes ditës me video dhe qeveria jotës me rasimas? Si mund t'a japin besën e ty zoti Edi Rama kur i vetmi trend që punon Shqipëri është ai trend që vjedh pasurinë e shqiptarëve? Si mund t'a japin besën zoti kryeministër kur ke 90% qeverisë në burg? Endlich kann ich wieder unbeschwert durchs Leben gehen. Denn mit der Kraft des roten Weinlaubs repariert, stärkt und schützt Antistax meine Venen. Für mehr unbeschwerte Momente. Antistax. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Ne t'a japim besën që s'kena me hik prej sheshi, deri sa t'largojmë ty. Edhe ne zoti kryeministër e majmë besën se nuk jena politikan si puna jote. Ne jena shqiptarë që e kemi studiu historinë tonë e jemi krenar për vetën tonë. Nuk kena mu dërzu deri në ditën e funit pa na fut burg gjithë. Nuk zoti. Rama burg, Berisha burg. Fjallë tjera për që të zojë. Zojë firin, i fuar ati babit tonë të japi doreqe të t'i përrati mandjen. Jepe doreqen! Jepe doreqen! Jepe doreqen! Jepe doreqen! Jepe doreqen! Vlezër dhe motra shqiptarë, sot Zvërneci po digjet, pasuria e shqiptarëve po digjet. Sot nafta shqiptare e gjitha largohet nga Shqipëria. Miliardat e naftës shqiptare nuk vinë këtu te ne, nuk vinë te fëmijët tanë, nuk vinë te baballarët e nënat tona, nuk vinë për arsim, nuk vinë për shëndetësi, po vinë për të mbushur xhepat e këtyre. Çdo familjari këtyre është i pulsuar atje te nafta dhe ka rrogën miliona euro. Të gjithë ta na vjedhin për ditë, po ne ku jemi? Çfarë jemi ne? Ndoshta jemi sklever tokë tonë? Jo, ne jemi zotër këtu. Ne jemi zotër dhe ne duhet kemi të gjitha përfitimet që vinë nga ekonomia shqiptare. Jo vetëm një grush njerëzish. Doja dy fjalë për një deputet që e kam simpatizuar t'i kurse më dukesh patriot. Po si më Artit Pito nuk the dy fjalë për atë ministre serbe që do të ta shfarosët e gjithë dhe nuk the një fjalë të vetme. Ku je? Pse nuk thua? Pse nuk flet? Kush ta ka mbyllur shterin? Po shtratarët
Rraf Shqipëria! Duket që Pitos i kanë mbaruar baterinë, si shumë patriotë të tjerë edhe ai një patriot me bateri i cili e përdor çështje kombëtare vetëm për ta instrumentalizuar edhe për mbledhur vota në fushat, por fatmirësisht shqiptarët janë ndërgjegjëstuar edhe janë këtu për të kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe parlamentit. Dorëheqje! 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 I dashur popull shqiptar, vajt bukri në botë, po mos të jesë hatër se na ka dojt kjo rini, do një rinia e të nishme, e në të nxorë një fashë parë. Unë do thomë dy fjallë për e Tiranën, mos harrofsha një një ati për sot. Zoti Rama, Shqipe popli se tim duke se je i verbër, shko e shërou, e ta shosh popli shqiptar, se të mush menja toje sarës, se i të slerove dhe përbët, po a shes se ku është popli shqiptar. More maskara, që nuk kenen për favor. Të po është një ditë se kështë shkuën fetë, po shtë duhet më shkuën fetë, a ke ftyrë, a ke sërrat për shkuën fetë. Ti, që se shkush atje, shëshe lek të ati në si prishe shpia. E jo të shkush atje shesh shmet, e të shkush me bodyguard, e me autobusa, me njerë, e të komandërsh se kusht foli. Po. Unë ti ke përfunduar, nuk të kom kryeministër. Shqipëria nuk të ka dy muj që nuk je kryeministri jonë. Nuk na përfaqëson ne. Po jo vetëm ti, po si qeveri ti nuk duhet të ekzistojë më. Unë, po, kam një porosi, të vish të pastrojsh kryeministrin, me Bretkosa, me Breshka, me gjithë shke bo, karikatura, shketi, pastruna se është e jona, e më të shofëm mokta. Shkove prishe, shpijat e shatarve si i kanë regulluar në të fetë, po të erdhe gjojat me urin të laj pislikun, e prishe ca kolibe këte. Ca i prishe, ca si prishe. Por ti që se... Ke fëllë gjithmonë për leja, po ti alla ku e more që e bënë shpinë së rrëtë, e kushtë nga me e bo shpinë atje? Si në futën kosharë, a ke ftyrë si u grilla aty? Për policin, thonë di fjalë për policin. Oj, policia e Shqipërisë, jeni djenë e Shqipërisë, a mësoni reguloren e ministrisë ajo? Mësoni reguloren edhe dilni e përleshi i me ne. Por ti, parlamenti është i joni, kryeministria është e jona, çdo gjë është e jona. Parlamentin ato kanë të heki i para sana që shkojnë ke spaku. Ta mëre për dorën e ramën e shkojnë ke spaku. Se
parlamenti është i joni, s'është i Romës, as i asnjëri. Si e merrni guximin e rrefni baballar tuj, vllasit tuj, nënat tuja, polis turp s'keni, ju keni pas ku me morë. Se se rastu që ato si kanë mu zarmin parlamentit, se se rastu që ato si kanë prek qytetin, po vini e rastoni ne që e pastrojmë qytetin, e zbukurojmë qytetin. Dorheqe! Arrestoni Ramën! Edhe një porosi tjetër për policinë e shtetit. Arrestoni Belindën! Arresto Belindën! Dhe prej 10 vitesh banoj me qëra në Kamës. Jam person me aftësi të kufizuar dhe sot ndodhem këtu për të disa të mirë. Jo për interesa personale, por sepse kërkoj dignitet, drejtësi dhe të drejta që duhet i gëzojë çdo qytetar. Prej 10 vitesh jetoj me qëra, ndërkohë prej 5 vitesh kërkoj të kryej një ndërhyrje kirurgjikale në shtyllën korrizore. Kur ju drejtova spitalit shtetëror, u dërgova në privat, ku çdo ekzaminim në çdo ishte me pagesë. Unë marr vetëm 450.000 lekë të vjetra në muaj, si person paraplegjik. Nga këto 300.000 lekë të vjetra shkojnë për qëra. Si mund të përballojnë analizat, ekzaminimet, ilaçet dhe ndërhyrjen kirurgjikale? Si mund të jetoj me dignitet një person me aftësi të kufizuar në këto kushte? Sot dua t'i drejtohem edhe gazetarëve, veçanërisht gazetarit Osman Stafa, i cili ka denoncuar vazhdimisht problemet e shëndetësisë dhe sipas raporteve publike është përballur edhe me kërcënimet për punën e tij. Gazetarët që flasin për hallet e tij e qytetarëve meritojnë mbështetje dhe mbrojtje, sepse një shoqëri pa gazetari të lirë nuk mund të ketë drejtësi. I bëj thirrje kryeministrit të tërhiqet nga detyra dhe mbajtja përgjegjësisë politike për gjendjen ku ndodhet vendi, për shëndetësi, për varfëri dhe për çdo vështirësi që po përjeton çdo qytetar. Veçanërisht personat me aftësi të kufizuar. Nuk kërkojmë privilegj, kërkojmë trajtim barabartë, shërbim shëndetësor, të drejtën dhe mundësi për të jetuar me dignitet. I bëj thirrje uniformave blu që të tregojnë profesionalizëm dhe veçëndrim. Respektoni qytetarët, respektoni të drejtën për të protestuar dhe mos cënoni asnjë protestues. Protesta është e drejtë e kushtetutës dhe duhet të zhvillohet në mënyrë paqësore. Një thirrje kam për Spakun. Hetoj me parashmëri çdo rast ku ka dëshmi për këshillin e ligjit dhe veproj kudo ku ka përgjegjësi. Qytetarët kanë nevojë për besim të drejtësisë. Sot nuk flas vetëm për vete. Flas për mira qytetarët të ndihmuar nga harruar. Flas për personat me aftësi të kufizuar, për të sëmurët, për pensionistët, për fëmijët që me zik përballojnë jetesën. Shpresa ime është që zëri ynë të dëgjohet, sepse një shtet matet me mënyrën se si trajtohet qytetarët më në nevojë. Faleminderit të gjithë. Kam një thirrje, kam një thirrje për të gjithë qytetarët nga Bureti, në veçanti për banorët e fshatit Kurdarit, ku unë jam lindur dhe rritur aty,
janë banorët të cilët kanë patur probleme për ujin vaditës, për ujin e pijshëm. Ju bëj thirrje që nesër të merrni pjesë. Nesër është data e fundit për ju, edhe i bëj thirrje kryeministrit Zonjës Balluku dhe Sali Berishës të bëjnë çantat gati dhe të largohen nga ky vend, jo vetëm nga qeveria, por të largohen sepse këtu Azvari nuk i mban ata njerëz. Azvari nuk duhet ta kenë këtu. Faleminderit të gjithëve dhe ju dua shumë. Ramon Burr, Berisha Burr! Shumë të shkurtër për nesër. Qofse jeni në punë, nuk e di, qofse jeni në punë në 10 ditë, nuk janë që ju bëjnë. Jeni në punë se nuk ju gjenë gjë. Hajde bëra gjithë bashkë, se dhe nesër i kemi, pastaj na ikim. Rama Burg, Berisha Burg!
5 ditësh se një patronazhiste i qote lekët e troniste në Gjoz. Ashtë turp kjo, apo është krim? Turp edhe krim! E shumë të rinj të tjerë, që të në imë, nuk mund të plejtë të shtëpim, që të kineja, se kineja është në tablete, e shumë të kineja tjera, që e tjera në të robot, e se kineja në të gromë të bajt në gjopë. Si mundet të përmën të analfabetën e të tonë? Si mundet të përmën të analfabetën e tonë? Duhet i deni të dy së bashku, e Tirana dhe Sani Berisa lëngorë. Protestoj se s'ka noqe, sepse aparatura të punon, se për abjasë të mirë, sepse Tirana është aji që nga zonë e të ndërtimit 38 vjetë të banta shpia. A e ka parë aji që si është filluar Shqipëria. E filluar vetëm e beton, vetëm beton, e ka shkatruar beton, e ka shpopulluar, ka lërguar të ri, e si mundet të nërmajt e Tirana. Prandaj, të vazhjasuni atë të Tirana. Presidenti, të pasoni një vetë në popin, a vetë. A të që në bëja tonë të është, ka gjohu, bide në qita, e tretë të tjetë, e ka lënë të tonë. Prandaj, duhet të parë të gjithë të bashkë në disiplinë, sepse kushti po vjen, po vinë e emigrant, të parë të gjithë Shqipërinë të bashkë, ka të larguar Samiun e Edi. Roman Burg Berisha Burg!
ky vendi që sot është kultura vite e parë. Dhe jam krenare që kjo protestë ka arritur në vitën e saj të 57. Jam krenare për njerëzit që nuk janë lodhur duke ngritur zërin, duke kërkuar një Shqipëri më të mirë. Por, sot kam një kërkesë. Mos e përlyeni këtë protestë me politikanë të konsumuar dhe me figura të lidhura me korrupsionin. Kemi vuajtur mjaftoshëm nga e shkuara dhe nga riciklimi i ftyrave të njëjta, të bartura që nga komunizmi i lashtë. Ne si rini kemi mendje të ngritura, kemi aftësi dhe vullnet dhe kemi treguar që ne dimë të dalim shumë mirë. Nëse shqiptarët shkëlqejnë kur ata emigrojnë dhe kur jepet mundësia jashtë vendit, atëherë ne mund t'ja dalim dhe këtu. Ne vetëm na duan kushtet e duhura, mundësitë dhe një shtet që nuk na detyron të largohemi, por mund ta ndërtojmë këtu të ardhmen tonë. Ne nuk duam të ikim nga Shqipëria, duam të kemi mundësi ta ndërtojmë këtu Shqipërinë. Prandaj jemi këtu, jo për të denoncuar një qeveri të vjetër me një tjetër, por për një ndryshim të vërtetë. Kjo është protesta e qytetarëve, kështu që ne ta mbajmë të tjerë deri në fund. Faleminderit. Shqipëria kërkon revolucion! Shqipëria kërkon revolucion! Shqipëria kërkon revolucion! Shqiptarë, në kanë thënë për vite se pasuritë e këtij vendi po menaxhohen për të mirën e qytetarëve. Por qytetarët bëjnë pyetje për privatizimin e naftës, pyetje për korrishtin, Kocullin, Kuçovën, Padofin, Parizën, Ballshin, Perovën. Pyetje që kërkojnë përgjigje, jo heshtje. Thuhet se Kreshtik Tardari nuk do të rinovonte më kontratën e naftës të kompani private dhe përfundon duke e rinovuar në vitin 2025. Qytetarët kërkojnë të dinë pse. Përmenden emra si Albana Bokshi, Ridvan Bode dhe familjarët e tij. Përmendet Endri Buka, ish drejtor i përgjithshëm i Petrolit. Përmendet Bisoka, Erdogan Kastrati, ka ish kryetari i Padofit, Bardinelli. Dhe ndërkohë, naftëtarët pyesin pse në kontraktor, Përshir, Podmorin dhe kompani të tjera vazhdojnë të përfitojnë të zakontorët dhe kanë pas. Përmendet se Sadik Ismaili dhe pretendimi se pasuria e kësaj zone po grabitet ditë për ditë. Ka trena në bitur që ikin nga fjeri e shkojnë në Florë, ditë për ditë, ku shkon kjo naftë. Sot nuk kërkohet në besim të fjallët, kërkohet transparencë, kërkohet dokumente, kërkohet përgjigje, sepse pasuritë e Shqipërisë nuk janë pronë e politikante e afro oligarkëve, janë pronë e shqiptarëve, dhe askush nuk është për të drejtë qytetare për të ditur të vërtetën. Dhe për dekada, shqiptarëve u janë bërë premtime, u premtuan një qënje, u premtuan shvillim, u premtuan një ardhme më e mirë, por shumë qytetarë ende ndjetë në pas, fabrikat në pullën, uzinat u shtadruar, minjerat u lanë pasdore, pasurit publike u pakëstruan e vogën, ndërsa jeta e përdiqme u po me e vështirë për shumë familje punëtore. Ngrihu një naftëtar e janë i nesër në orë 8:30 të parlamentit. Ngrihu një zjarfikës, ngrihu një pompist, ngrihu një minator, ngrihu një elektricist e janë i nesër për para parlamentit. Sot nuk kërkojnë premtime të reja, kërkojnë përgjegjësi, kërkojnë transparencë, kërkojnë respekt që i shërbejnë qytetarëve dhe jo respekt, sepse Shqipëria nuk kërkon të vendësim, Shqipëria kërkon të sistemi, Shqipëria kërkon revolucion! Shqipëria kërkon revolucion! Shqipëria kërkon revolucion! Revolucion!
Shqipëria kërkon! Shqipëria kërkon! Para se të vija protest isha në Kukës, edhe nuk mund ndaleja pa nejti qik të investimi më serios që Edi Rama dhe qeveria e ti gjithë të vite ka bërë për Kuksianët. Investimi më serios quhet aeroporti Flatra të Veriu. A keni quar apo jo? Ai aeroport nuk ka funksionuar më shumë se 6 muaj. Sot ai aeroport është i mbushur me panele diellore. As një avion, as nuk ridet, as nuk krijet. Hapja bombastike ati aeroporti, ku i jepe i pesa, Kuksianëve, edhe qindë e jove, se ata tani më nuk do t'ishin nevojë të përdorin as rinasi, pasi produktimet e tyre do të përdorin Kuksi, duke se marrin fund shumë shpejt. Kuksi, si shumë qytetet tjera të Shqipërisë, ka ngritur me shtëpi poshtë dhe me një aeroport që është të mësuar nga paneli diellore. Ky ka qenë plani dhe projekti 13 vjeçar i Edi Ramës për qytetet shqiptare. Pikërisht si Kuksin, ai do të bëjë rëndore. Kur është premtuar se do hapet ai aeroport? A ju kujtohet 2025, 2024, 2026, se nuk hapet. Pikërisht sepse këto janë plane thjesht gratiçare për të marrë tokat e shqiptarëve dhe për të mos u dhënë asnjë funksion publik, vetëm funksion privat. Pikërisht për këto dhe tjera arsye, ne jo vetëm që nuk lidhim pesën me Edi Ramën, po as nuk të njojmë ta qënë më, sepse janë bërë 57 ditë prej se kur ai nuk është më kryeministri jonë. Ndaj, përderisa besën ja kemi dhënë njëri tjetrit, unë ju them që të shiheni nesër në orën 8:30 te parlamenti. Për t'ju thënë edhe një herë tjetër deputetëve që ju nuk na përfaqësoni. Nuk na përfaqësoni. Ju lutem edhe sonte të pastrojmë ambientin dhe vendin, sepse ne nuk jemi si ata që na qeverisin, të marshojmë qëtësisht e nesër në orën 8:30 dhe të jemi para parlamentit. Ne sërmë shumë. Ne sërmë shumë. Ju lutem mos harroni plerat, edhe nesër 8:30 dini vetë.